Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama përshëndet vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila i hoqi pezullimin në Ballukut, u eliminua precedenti unik në botë që rrezikonte balancën e pushteteve. Berisha sulmon kushtetuesen dhe deklaron se vendimi për Balluku nuk shkrua në zyrën e kryeministrit, premton protesta masive deri në largimin e Ramës. Policia e Elbasanit finalizon operacionin kundër krimeve mjedisore, 16 arrestuar, mes tyre edhe disa të huaj shkaktuan ndotje të ajrit, ujit dhe tokës. Aksidentet përgjakin rrugët e vendit, 3 persona kanë humbur jetën këtë diel, ndërsa disa të tjerë kanë përfunduar me plagë të rënda në spital. Vjojmë mëngjesisht, Kryeministri Edi Rama përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila hoqi pezullimin ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Shefi i ekzekutivit tha se një magjistrat tentoi të merrte kompetencat e qeverisë, presidentit dhe parlamentit. Rama nuk i kurseu vlerësimet për drejtuesin e SPAK Altin Dumani, ndërsa shprehu besimin se misionin e tij do ta vazhdojë Klodian Braho. Dhe fillojmë me shënimet e javës. Kryeministri Edi Rama ka komentuar në podcastin Flasim zhvillimet e fundit, duke u ndalur te vendimi i gjykatës kushtetuese për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Sipas Ramës, vendimi i kushtetueses për të hequr pezullimin e Ballukut shmangu një precedent të rrezikshëm. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Kreu i qeverisë shigjetoi edhe Byron Kombëtare të Hetimit, agjentët e së cilës hyn brenda kryeministrisë pa pranuar të dorëzonin armët, duke mos respektuar as rregulloren e sigurisë së Gardës së Republikës. Unë nuk do të ndjek kurse logjikën e mbrapsht të dënimit me indicje as në të rast, po do të mbetem tek bindja se këto dy indicje tetë shqetësuese nuk provojnë se protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shëmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Rama përshëndeti edhe zgjedhjen e drejtuesit të SPAK, duke vlerësuar figurën dhe kontributin e Dumanit, i cili përfundoi mandatin në krye të prokurorisë së posaçme. SPAK-u zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, krye prokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal radhpar forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Në të njëjtën linjë, kryeministri shprehu pritshmëri për drejtuesin e ri Klodian Braho. Kryeprokurorit të ri Klodian Braho i uroi ta çojë SPAK-un në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit. Rama theksoi se suksesi i reformës në drejtësi kërkon një balancë mes pavarësisë së gjyqësorit dhe përgjegjësimisë institucionale, duke paralajmëruar se çdo devijim rrezikon të kthejë kurrën në një problem më të madh se vetë sëmundja. Byroja Kombëtare e Hetimit ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, duke mohuar pretendimet për përplasje mes hetuesve dhe efektivëve të Gardës së Republikës. Sipas BKH, njëri prej hetuesve ka kërkuar sqarim lidhur me mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve, ndërsa Garda e Republikës i ka orientuar që armët të liheshin në dollapet e posaçëm të sigurisë në hyrje të institucionit. BKH thekson mëtej se në asnjë moment nuk ka patur debat. Menjëherë pas deklaratave të Byrosë së Hetimit ka reaguar sërish kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi të platformës X. Ai thekson se BKH-ja ka cituar ligjin për të drejtën e mbajtjes së armës, ndërkohë që thelbi i kritikës kishte të bënte me faktin se hetuesit kanë tentuar të hyjnë në kryeministri të armatosur, gjë që sipas Ramës përbën mungesë etike dhe padije ligjore.
Për liderin e opozitës Ali Berisha, vendimi i gjykatës kushtetuese u shkrua në zyrën e Edi Ramës, duke i quajtur heqjen e pezullimit të Ballukut licencë për të vijuar vjedhjen. Kryedemokrati paralajmëroi protesta masive deri në krijimin e qeverisë teknike. Pasi së fundës kryeministria Belinda Balluku u rikthye në detyrë me vendim gjykate, kryetari i PD-s Ali Berisha nisi sulmet ndaj kushtetueses, duke deklaruar se gjyqtarët vendosën nën presionin e kryeministrit Edi Rama. Ai vendim i gjykatës kushtetuese i shkruar në zyrën e Edi Ramës pas presioneve të jashtëzakonshme dhe paritjes me shumat më marrëmendse, në kuptimin më të vërtet të fjalës, është një licencë për Edi Ramën, familjen e tij, ministrat e tij, që të vjedhin sa më shumë shqiptarët. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u ndal edhe te situata në PD, ku Ervin Saliani doli hapur kundër Flamur Nokës, duke i kërkuar dorëheqjen. Ata që zgjedhin për të bërë zhurmos në favor të Edi Ramës, duke mashtruar, duke manipuluar element që kanë punuar haptas kundër Partisë Demokratike, kanë punuar për deputet Partisë Socialiste, madje kanë dalë dhe kandidat në Bashkinë e Tiranës kundër kandidatit Partisë Demokratike. Ata janë falsë, nuk janë demokratë, s'kanë asgjë përbashkët me idealet tuaj dashurnik, as mijat. Nuk ka një përçarje, dhe garantoj. Skenari që do të ndjek opozita për të rrëzuar qeverinë është rruga e protestave, për të cilat lideri i opozitës tha se nuk do të ndalen deri në krijimin e qeverisë teknike. Partia Demokratike ju bën thirrje ju demokrat radh parë, por dhe çdo qytetari që e konsiderohet në votën e lirë si zemrekun e demokracisë, të nisim me 20 betejën tonë, e cila do të nërpritet vetëm me rrëzimin e këtij pushteti, krijimin e qeverisë teknike dhe votimin e lirë të shqiptarëve, në të cilat në mënyrë më absolute Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet. Berisha nuk përjashtoi nga bashkëpunimi opozitare Adriatik Lapajn, që gjatë ditëve të fundit po bën rezistencë përballë kryeministrisë. Ai e përshëndeti protestën e tij dhe e quajti atë të drejtë. Policia e Elbasanit ka finalizuar një operacion kundër krimit mjedisor, duke arrestuar 16 persona, mes të cilëve edhe disa të huaj. Bëhet fjalë për përfaqësuesit e 2 subjekteve, të cilët nëpërmjet prodhimit të ferrokromit shkaktonin ndotje të lartë të mjedisit, ujrave dhe tokës. 16 persona përfunduan në pranga për krime mjedisore. Operacioni i koduar metalurgjiku, i udhëhequr nga prokuroria e Elbasanit, u finalizua me arrestimin e 9 të huajve indian, nepalez dhe korean, dhe 7 shqiptarëve, pasi sipas hetimeve kishin ushtruar aktivitet të palishëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit. Ata janë vënë në hetim për ndotje të ajrit, ujrave dhe tokës, fshehje të ardhurave, punësim të palishëm dhe pastrimi produkteve të veprës penale, kryer në bashkëpunim. Nga hetimet intensive si dhe inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ka rezultuar se 2 subjekte tregtare, të cilat ushtronin aktivitet në zonën e ish metalurgjikut në Bradashesh, kanë shkelur legjislacionin mjedisor. Ata janë përgjegjës për ndotjen e ajrit, ndërsa nuk kanë respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe përpunimin e mbetjeve të baterive. Të dyja bizneset u gjobitur njëri 3 milion lek, ndërsa tjetri 10 milion lek, si dhe u pezullua aktiviteti i tyre. 3 persona kanë humbur jetën këtë të diel në aksidente të ndryshme që kanë përgjakur rrugët e vendit, ndërkohë disa të tjerë kanë mbetur të plagosur. Një 19 vjeçar humbi jetën si pasojë e një aksidenti në të gdhirtës së dielës. Iriu Irdi Laçi ndroi jetë pasi tentoi të jepte ndihmë një personi duke shtyr mjetin e tij Mercedes në fushkruj, pasi ishte fikur në rrugë. Fatkeqësisht 19 vjeçari u përplas nga një fuori stradë, edhe pse u dërguan në spital, ai nuk mundi dot të mbijetojë plagëve.
Edhe në Tiranë, një 23 vjeçar përplasi me motomjetin e tij një 40 vjeçar në rrugën e Prushit, duke i shkaktuar vdekjen, ndërsa u plagos edhe vet. E diela ka rezultuar fatale edhe për 62 vjeçarin Xhoxhi Prifti, i cili humbi jetën orët e para të mëngjesit teksa po punonte tokën me traktor në Libofsh të Fierit. Ndërkohë po në Fier janë plagosur rënd edhe një çift bashkëshortësh, Bilbil dhe Xhevahire Nure, të cilët po udhëtonin në aksin Lushnjë Berat pranë fshatit Çukas. Makina e tyre doli nga rruga dhe përfundoi në kanal. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 të kësaj të diela, pasi shoferi u përball me një defekt. Sipas burimeve, ati u bllokua timoni, çka shkaktoi edhe aksidentin. 3 persona dhunuan një shitës për t'i vjedhur paratë e xhiros ditore. Ngjarja ndodhi në Tiranë tek zona e kthesës së Kamzës, ndërsa sipas uniformave blu, ata arritën të rrëmbenin shumën prej 1 milion lekësh. 3 personat e përfshirë në këtë ngjarje ishin të skeduar më parë nga policia dhe me precedent të theksuar penal në krimet kundër personit. Uniformat blu të kryeqytetit arritën të prangosnin njërin prej tyre, ndërsa 2 të tjerët u shpallën në kërkim. Fondacioni Mane ka investuar në pavionin onkologjik duke përmirësuar kushtet për pacientët, teksa pa nga afër ambientet pas ndërhyrjes, ku janë shtuar edhe 30 poltron, themeluesi i fondacionit Samir Mane premtoi vijimin e mbështetjes. Pavioni onkologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza tashmë është kthyer në një ambient më funksional dhe më dinjitos për pacientët që i nënshtrohen trajtimit me kimioterapi. Fal një ndërhyrjeje të realizuar nga Fondacioni Mane, kushtet e trajtimit janë përmirësuar ndjeshëm, duke u përgjigjur nevojave të një shërbimi ku çdo ditë trajtohen pacient nga e gjithë Shqipëria. Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje, Fondacioni Mane ka dhuruar 30 poltron të rinj me parametra modern, ka riparuar 7 poltron ekzistues dhe ka kontribuar në përmirësimin dhe zgjerimin e hapësirës së trajtimit. Për herë të parë është krijuar edhe një ambient i ri dedikuar për marrjen e kimioterapisë ditore, i cili tashmë është plotësisht funksional dhe në dispozicion të pacientëve. Fal këtyre përmirësimeve, kapacitetet e pavionit onkologjisë janë rritur ndjeshëm. Sot rreth 90 deri në 110 pacientë në ditë mund të marrin terapi në kushte më të sigurta, më të qeta dhe më të organizuara, duke shmangur pritjet e gjata dhe grumbullimet gjatë procesit të trajtimit. Aktualisht ne kemi shtuar akseleratorin e tretë, pra që është një ndihmë akoma më e madhe për trajtimin e pacientëve, por prapë një këmbgulje e qeverisë mundohej që të vinte dhe ky akselerator. Kështu që gjithë po punojnë në një drejtim që të afrojmë trajtim me dinjitet dhe ajo që pak a shumë bëhet edhe jashtë. Pavioni i rinovuar u vizitua edhe nga themeluesi i Fondacionit Mane, Samir Mane, i cili u njoh nga afër me ndërhyrjen e realizuar dhe vlerësoi ndikimin e saj të drejtë për drejtë në cilësinë e shërbimit për pacientët. Po të shkojmë në përrete sa ta vinë në Tiranë, ndoshta është më mirë akoma. Po ne ta marrim si iniciativë atëherë që aty dhe orientimi tuaj, sepse do ishte mirë që atë nga vinë, ju e kuptoni nga vinë, nga Elbasani ose nga Korça të çojmë më shumë në Korçë, mos bën rrugën, po mirë atëherë ta shohim të shumë të rëndësishme për vitin tjetër ta fusim në program edhe në gjithë spitalet rajonale. Faleminderit shumë. Kjo ndërhyrje është pjesë e misionit të Fondacionit Mane për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien në komunitet përmes investimeve me ndikim të drejtë për drejtë dhe të menjëhershëm në jetën e njerëzve. Regina Group ka festuar së bashku me partnerët në një mbrëmje të veçantë. Administratori i kompanisë Vasil Bedinaj në mesazhin e tij të urimit për festat e fundvitit është shprehur se suksesi është më i madh kur ndahet me të tjerët. Regina Group edhe këtë vit organizon një aktivitet të posaçëm me partnerët e saj bashkëpunues, si një moment të reflektimi, bashkëndarjeje dhe forcimit të marrëdhënieve profesionale që kanë ndërtuar suksesin e përbashkët ndër vite. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë profesionale dhe mikpritëse, duke reflektuar vlerat e Regina Group, besim, cilësi, transparencë dhe rritje të përbashkët prej startit. Është një organizim që ne kemi bërë tradit çdo vit me gjithë partnerët tanë që janë këtu brenda drejtorit të Shqipërisë, por edhe jashtë, për të thënë një faleminderit, jo vetëm për bashkëpunimin ton, por edhe për miqësinë që kemi me njëri tjetrin. Partneriteti për ne është shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, sepse kemi shkëmbyer besim, gatishmëri, korrektësi. Është një shenjë falënderimi për besueshmërinë dhe për vazhdimsinë e bashkëpunimeve në vitet e ardhshme.
Partnerët e kompanisë vlerësuan profesionalizmin dhe dashurinë për Shqipërinë dhe veçanërisht për Vlorën. Jemi të nderuar sot në prezencën tonë, gjithmonë duke falendruar Regina Group që na bashkon dhe përmes Sharp Travel ne falenderojmë qytetarët e Kosovës që na besuan ndër vite për të promovuar turizmin shqiptar, për të ardhur në Vlorë. Kemi një vit që bashkëpunojmë me Regina Group. Mund të themi që është një ndër bashkëpunëtorët tanë më të mirë që kemi këtu në zonën e Vlorës. Ne me zotin Vasili kemi filluar bashkëpunimin që do të aty 15 vite dhe hap pas hapi jemi rritur së bashku ne me Vasilin dhe Vasili me neve. Kjo mbrëmje konfirmoi edhe një herë se bashkëpunimi i suksesshëm ndërtohet jo vetëm mbi marrëveshje profesionale, por edhe mbi komunikim, respekt dhe vlera të përbashkëta me mesazhe urimi për festat e fundvitit. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për të vëmendjen, bashkë natën e mirë.